Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi tha se qeveria vetëm këtë vit ka parapar 40 milion euro për të stimuluar të papunësuarit që të përfitojnë grante për hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe të punëdhënësit dhe të marrin përfitime duke punësuar të rinj. Sipas Durmishit, ata nuk mund të ndalojnë të rinjt që të largohen nga vendi, por përmes këtyre masave mund t'u japin mundësi që të vetpunësohen dhe të hapin biznese. Plani operativ sot u prezantua para qytetarëve të Tetovës. Vetëm nëpërmjet masave të vetpunësimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, që do të realizohen nëpërmjet Agjencionit të Punësimit, do të ndahen mjete financiare deri në 10.000 euro për çdo të ri i cili është deri në moshën 29 vjet. Dhe deri në 7.000 euro do të ndahen mjete për hapjen e vendit të punës apo për hapjen e themelimin e ndonjë kompanie për persona të cilët janë mbi 29 vjet. Dhe bashkërisht nëse ofse vendosin 2 persona, përkrah financiare do të jetë prej 14.000 deri në 20.000 euro. Ndërsa nga Agjencia për Punësim thonë se qëllimi është që këto mjete t'u dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve, duke krijuar vende të qëndrueshme të punës. Rëndësia e këtyre masave është se ato dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve. Ndërsa qëllimi është i këtyre masave që të nxitet punësimi, të zvoglohet papunësia dhe të krijohen vende të qëndrueshme të punës. Në Maqedoni, tani për tani, ka 94.700 persona të papunë, ku nga ata 61% janë me arsim të ulët, ndërsa sipas drejtorit të Agjencisë për Punësim, të dhënat tregojnë se kompanitë që hapen përmes Agjencionit për Punësim janë më të suksesshme se ata që hapen drejt për drejt përmes regjistrit qendror.